Gratë shtatzëna janë të parat që preken nga temperaturat e larta të këtyre ditëve e për këtë arsye duhet të kenë një kujdes të veçantë. Shefi i Departamentit të Ginekologjisë dhe Obstetrikës në Spitalin Amerikan, profesor Dr. Hakan Satiroglu, apelon për kujdes në ditët e nxehta të verës. Gratë shtatzëna duhet të tregojnë një kujdes të madh gjatë këtyre ditëve të nxehta, sidomos me daljet në orët e mesditës. Këshilla ime është që të mos qëndrojnë jashtë nga ora 11 e paradites deri në orën 18 të pasdites. Po ashtu, sipas Dr. Satiroglu, gratë shtatzëna duhet të kenë kujdes edhe me ushqimin. Kujdes me ushqimet që konsumoni. Së pari çdo grua shtatzënë duhet të konsumojë nga 3.5 deri në 4.5 litra ujë çdo ditë për të shmangur dehidratimin. Së dyti duhet kushtuar vëmendje veçantë ushqimit, pasi rekomandohet të konsumohen fruta dhe perime shumë, por edhe bulmete. Kujdes duhet të keni vetëm me evitimin e yndyrnave. Shtatzënia, sipas profesor Satiroglu, nuk përbën asnjë problem për të frekuentuar plazhet. Fakti që jeni shtatzëna nuk ju pengon të shkoni në plazhe. Bëni kujdes që të përdorni vetëm rroba banje të ndara dhe jo trupore, pasi dielli duhet ju prek sa më shumë pjesën e trupit. Po ashtu mos I mbani rrobat e banjos të lagura në trup, sepse krijon myk dhe infeksione. Përsa I përket mbrojtjes nga dielli, mos përdorni kremra me element më shumë se 4 faktor. Këto këshilla që vijnë nga Spitali Amerikan janë për të gjitha gratë shtatzëna, sidomos për ato të cilat janë në muajin e 3 të shtatzanisë e konsideruar dhe si një nga periodat më delikate. Për Dr. Satiroglu, ditët e nxehta kërkojnë kujdes të shtuar, pasi kanë ndikim direkt tek nëna, por edhe tek fëmia.